Nuk mund të ketë gjyqtar të mirë kur ai nuk është i arsimuar mirë. Sepse kemi parë vendime gjykate analfabetësh funksional që nuk din të shkruajnë. Jam shumë i bindur që po ti thuash drejtorëve të qeverisë së Shqipërisë apo të shtetit shqiptar, më shkruani hënë e madhe të dorës, 80% do dështojnë me sukses. Jam i bindur, njoh njerëz mediokër pafund. Është e vërtetë që media është e kapur, po unë punoj në një media që nuk ka shanse një herë në 2 ditë apo një herë në 3 ditë mos të vi 1.5, 2 milion, 600.000 euro, 800.000 euro job nga hiçi. Ky është realiteti. Për të marrë njerëzit të cilët janë pranë qeverisë që të mbrojnë tezat e tyre dhe të bëjnë një dialog apo një debat konstruktiv, nuk ka shanse që të hapin telefonin. Domethënë, neve e dim se çfarë duhet bëjmë. Unë jam me Ergysin. Tek ajo pjesa teorikisht Ergysi është 100% i saktë. Po jemi tek kjo pjesa që jemi në këto kushte. Jemi neve kaq 50 veta që mendojmë ndryshe nga njëri tjetri të gjitha. Kemi mendojmë ndryshe, po jemi mbledhur për të vendosur një emërus përbashkët se po na ikën prej duarsh jeta. Kodin zgjedhor, kam vajtur një fjalim për kodin zgjedhor, prap njerëzit donin me tregu se çka ke bërë ti me jetën. Ore, din të gjithë njerëzit çka kanë bërë me jetën. E din edhe për Ergysin, e din edhe për X-in, për Y-in. Pse nuk kemi ardhur me tregu për me i bë PR vetes, çfarë do bëjnë në zgjidhje? Zgjidhja vetme është ose tek ai kodi zgjedhor i detyruar në 100% trafik kombëtare kush nuk del në votime, dhe ta shikojnë njerëzit e shesin apo nuk e shesin votën, dhe votim elektronik në numrim, qa që ka kjo komisioneri X, Y, jo po pizza, jo po leva, jo po më dha 500 euro, jo më dha 200 euro, jo po më dha falso.